Avokat, si ju duk të vizita e Ramës në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe takimi në bordin e paqes me Donald Trump? Që më kënaqe. Ku sheftoj, zotëri? Donald Trump, presidenti SBA-s. Jo, s'është vërtet. S'ka ftuar Edi Ramën. Mos e gënjeni opinionin publik. Keq më vjen ta the. Mos e mashtroni dhe ju opinionin publik siç e mashtron Edi Rama. Jo, zotëri. A ka ftuar Shqipërinë? Po jo Edi Ramën. A ishte Edi Rama që përfaqësoi Shqipërinë? Dhe të lutem, dhe Shqipëria ka një kryetar shteti. Dhe duhet shkote presidenti i Republikës. Jo Edi Rama. Edi Rama se ftoan kurrë ata. Edi Rama vate si Zagar atje. Me Roft Sebepi që është kryeministri i Shqipërisë edhe siç e pe, as e priti njeri, as e përcolli njeri. More vesh, hyri një herë një miz në veshin e buallit. Dhe kur dolli i tha, më fal zoti bualli, tha se të shqetësova, i tha. Nuk të mora vesh, i tha bualli, as kur hyre, as kur dolli. Edhe kryeministrin tënd se mori vesh njeri, vate apo s'vate në Amerikë, edhe u kthye apo s'u kthye. Pra, zotëri, nuk e priti Amerika, nuk e ftoi Amerika. Amerika ftoi Shqipërinë dhe Shqipërinë, dhe jo Amerika, po Donald Trump dhe është veprim personal i tij, privat, jo shtetëror. Nuk ka vizit dhe për Shqipërinë, nuk ka ardhur vizit nga Departamenti i Shtetit ose nga Ambasada Amerikane në Tiranë, zyrtarisht me protokoll që t'i dorëzoi qeverinë shqiptare, jo. Pra mos i gënjeni njerëzit. Se u keni krijuar bindje sikur te ky vate në Amerikë e pritën takoj dhe Trumpin e më thash, as javari njeri fare. Sa respektuan një qenë që shkonte për një kockë në një nga mbeturinat e një dreke, aq respektuan dhe Edi Rama. Pa i momenti kur Rama takoi Donald Trumpin? Se pata të momentin që shkoi nga mbrapa? Ku e takoi? Ku ishin? Pas përfundimit të bordit paqes? A ishin në rrjedh 20-30 veta, sa ishin ata? Lëra atë, pas përfundimit të bordit paqes, ai shkoi e takoi bashkë me Vjosa Osmani, që i tha disa fjalë. Po, dhe ati Edi Ramës nuk ka vari fare, Vjosa Osmanit e pritje, përqafoi, e uroi dhe i tha, po që se do kesh një problem nga Serbia, do marrë direkt telefonin, tha. Me këtë bërinoj bisedë? Jo. Tove, këtë thojë në shqiptarëve, si që atë mund tani. Ose të talta për gënjeshtroj. Gjëra do t'i themi me emrin që kanë, se jemi para opinionit publik. Dhe qytetarët kanë besim tek ne që na ndjekin. Dhe si që ke vënë re dhe unë kam vënë re, ke shumë lajke na populli, na qytetarët e ndeshëm shqiptar, ke mira shikus që na ndjekin, dhe ne nuk mund t'i zgjinjejmë ata dhe t'u themi gjëra të paqen e t'u bëjmë qefin. Edhe t'i mbajmë me shpresë. Jo, Shqipëria është në buzë të varrit. Gjithmonë gjërat vërteta ju kemi thënë. Thjesht pyetjet e mia janë për të nxjerrë vërtetën, gjithmonë. Shumë mirë, po dakor. Pyetjet e tua janë që ti nxjerrësh gësinjat me duart e mia nga zjarri, dakor, ti jam me ty, unë të kuptoj. Avokat, pyetjet e mia janë. Po gjithë gazetarët, Që ti të bësh analizën siç e bën gjithmonë. Pra, nuk kam pyetje me nxjerr gështenja, se nxjerrim gështenja, ne lajme bëj. Siç e shef, unë nuk tërhiqem, nuk trëmbem, nuk i trëmbem askujt, trëmbem vetëm nga Zoti. Të vërtetën do ta them sepse qytetarët shqiptarë na besojnë, na vlerësojnë, na respektojnë dhe unë jam mirënjohës të gjithë teleshikuesve tuaj, pa përjashtim. Edhe atyre që na vlerësojnë dhe atyre që na kritikojnë. Unë nuk jam dakord me ata që shajnë se tregojnë nivel të ulët rrugaqërie, po kritikën e mirëpres me kënaqësi sepse kritika të bën që ti thërresësh mendjes dhe të shikosh ku je dhe ku duhet shkosh. Zotëri, në Shqipëri po vazhdon akoma një ish bojaxhi në stacionin e trenit në vitet 70 e ca, që ti mbaj me shpresë shqiptarët, do marrëm pronat atyre hajdutëve, do japëm prona, do të bëjmë atë, do të bëjmë këtë, premton ditë për ditë, dhe përfundimisht tallet dhe përsërit ditë për ditë të njëjta gjëra. Është një person që ka ikur vetë katërt në Malithat në Pogrades, diku atje. I përcjell në shteti shqiptar natyrisht, i dërguar. Pra,
bënde ai punën e tij në mbështetjet e Edi Ramës dhe të komunistëve të Shqipërisë. Sepse për atë është paguar, për atë është shpëtuar, për atë është dërguar në Amerikë. Si shumë të tjerë. Avokat, po fjalimin që pati zoti Rama lidhur me ish komandant të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ishte një fjalim që e kishte të sinqertë si fjalim, apo ishte një lloj fjalimi për të rreshur vëmendjen e takimit, le të themi? Hipokrizia e atij njeriu është e njohur botërisht. Ai ishte hipokrit. Por nga ana tjetër është dhe mbështetës i Hashim Thaçit dhe i atyre të antarëve dhe krerëve të Partisë Demokratike të Kosovës, sepse Hashim Thaçi tani dalin gjërat atë çik fare qartë. Hashim Thaçi dhe partia e tij kanë bërë krimet e qytetarëve shqiptarë në Kosovë. Nuk i akuzon njeri për luftën që kanë bërë kundër serbëve, se serbëve çfarë do këtu kanë bërë, pak u kanë bërë. Por jo më larg se dje, më vjen një video në të cilin Hashim Thaçi thotë, unë asnjëherë s'kam marrë pjesë në luftë. S'kam marrë pjesë në luftë. Pra ata u akuzojnë si urdhërdhënës për vrasje të ndryshme, me qaftë të tyre, atë din kosovarë dhe qytetarë kosovarë që ankohen dhe denoncojnë këto veprime të tyre, edhe të tij, ata e din, nuk marrë përgjegjësi për atë punë, por di këtë të them që nga Kosova ka një reakcion të jashtëzakonshëm lidhur me këta persona. Pse? U thirr në Hag dhe u lirua 2 herë u burgos, 2 herë u lirua Ramush Haradinaj. U thirr dhe u lirua ai Fatmir Limaj. Por këta Hashim Thaçët me shokët diku që merr në mbrojtje apo jo, komunistë shqiptarë dhe spionët e tyre, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Ata i marrin në mbrojtje këta, se këta kanë gjunahet të mëdha për të paguar. Isha në Kosovën te ai emisioni Koishia Show. Dhe atje i mësova shumë gjëra. Dhe pas dhe komentet e qytetarëve të Kosovës çfarë shkruajnë lidhje me atë emision. Se në fillim u vërsulën kundër meje, që kjo që thua ti, pak e kanë 24-25 vjetë. Tani kanë thirrur mendjes dhe më thonë, po si pas ke pasur drejt zotëri. Edhe dalin ata që duhet të dilin. Sepse unë e kam pyetur qeverinë shqiptare, kush e vrau ish ministrin e mbrojtjes ushtrisë Kosovës? Kush e vrau? Ahmet Krasniqin. U vran Tiranë dhe më vuri me shpatulla për muri në kuptimin filozofik ai bashkëbiseduesi ose kundërshtari politik që kisha në studio dhe në debat, se jo kundërshtar. Kur më tha na e vrat ju, tha Ahmet Krasniqi, tha e vrat ju në Tiranë, tha gjejni ju kush e ka vrarë. Ai u vran mes Tiranës, shteti funksionon, në luftë si jemi, në paqe është vrarë, në ditën për diella, natën për nuk e di kur e kanë vrarë, po e vranë në derë të shtëpisë, që i PDK-s, që i LDK-s ai zotëri, nuk që i Partisë së Thaçit. Dhe e vrarë dhe rreth 120 veta të LDK-s nga shokët e Thaçit. Pra, Edi Rama s'bën gjë tjetër veç se mbron kriminalët që kanë bërë krime lufte të qytetarët e thjeshtë Kosovës. Nuk u thot njeri për serbët. Serbët mirua kanë bërë. Serbët janë pushues dhe dominin atë që u takonte. Ama për të pastruar rrugën e tyre për mbështet, aty ndalim zotëri. Bën më tiks, presje për presje, pik për pik, ato që bën komunistët e në verin në 45-ën, 44-ën edhe 43-ën, 44-ën, me që shkelën tratuan marrëveshjen e Mukjes dhe morën pushtetin duke eliminuar kundërshtarët politik sipas mbledhjes së dakordësisë që bën në konferencën e Mukjes. Po kjo gjë është bërë edhe në Kosovë. Avokat, besoni që këto krime që ju i thoni që janë bërë nga partia e Thaçit? Jo, nuk i them unë, i thonë Kosovë. Ndiqni mjetet ato mediat e Kosovës dhe shikoni atje. Që janë bërë në mes Tiranës. A besoni që mund të zbardhin si vrasje? Por vrasje që dihen. Është zbardhur ajo, tjetër punë që nuk dënohen vrasësit sepse janë në pushtet. Dihet. S'ka gjë të re aty.
Zoti Islami, ka 4 ditë që një prej qarqeve më kryesore dhe të mëdha të Shqipërisë ndodhet e izoluar, pikërisht bëhet fjalë për Korçën, pasi një urë në afërsitë të Librazhdit është shembur dhe nuk kalojnë asnjë mjet të drejt Korçës dhe Anasjelltas. Çfarë do thotë kjo për Shqipërinë? Pyesni Edi Ramën dhe Belinda Balluku. Po pyesni dhe ndërtuesit që kanë bërë atë segment atje. Kanë bërë çmime, ashtu çmime, kanë kontrolluar tabanin e tokës, kanë vënë pileta që të eliminojë çdo lloj rrëshqitje dheu, kanë bërë mur mbajtës, dëgjoj, unë nuk jam inxhinier ndërtimi, po me aq sa shohim, atje janë tallur sepse nuk është kërkuar, nuk është bërë kontrolli i punimeve. Dhe kontroll të punimes nuk mund të bëhet kur ai nga 100.000 euro që do marrë për një segment rrugë, vjen fjala po them një shifër të parafët, atje i japën vetëm 30 apo 20 dhe pjesën tjetër e merr Belinda me Edi Ramën. Atëherë që ndodh me 30 apo me 20% të vlerës apo 30% të vlerës që i japin atij, çfarë do bëj ai? Çfarë do bëj? Cili do që të jetë? Por zgjidhet para kollaj, duke thirrur personin që ka marrë tenderin, të merret në etusi, dhe t'i kërkohet llogarisë, t'i thuhet zotëri sa lek ke marrë dhe sa ke prishur e ku i ke prishur. Të shtrëngohet mirë ai që të thotë të vërtetën, se do ta thotë të vërtetën, se s'ka nga e basa, ai në fundit, ai sa t'i japën ai do marrë, dhe ai thotë për kaq sa më dhe unë e kam bërë punën. Pra nuk, sa që kam thënë në mënyrë të përsëritur, duhet të hetohet personit që ka marrë tenderin. Të hetohet personit që ka marrë tenderin. Të thotë të vërtetën, sa lekë ka dhënë Belinda Balluku, sa lekë ka dhënë Edi Rama, sa ka marrë Edi Rama aty, sa ka marrë Belinda dhe Belindrit, edhe dele vërteta. Merë shikoni asfaltet në rrugë, shikoni, merë makinën edhe del në rrugë, se do më detyronë në gjithë të marrë një kalibër të marrë thellësinë e asfaltit, trashësinë e asfaltit. Do ta shikoni që nuk ka asnjë vend shtresë asfalti më shumë se 2 cm, shumë se 2. Në ndonjë rast rrallë mund të jenë 3 cm shtresë asfalti, ajo tapeti, që duhet të jetë 10 e lartë. Zoti Islami, nëse po themi këto rrugë nuk janë bërë siç duhet, pse nuk fillojnë hetime edhe ndaj atyre që i kanë ndërtuar këto rrugë? Po ti më kthesh tani unë këtë thash deri tani. Duhet filluar thash hetimet ndaj personave që kanë ndërtuar rrugët, të cilët të tregojnë të vërtetën sa leku janë dhënë, sa ka qenë tenderi, sa u janë dhënë këtyre dhe sa janë përdorur në tërë, se ai do marrë pitimin e tij, se ndalon pitimin e tij. Kështu që ka ta ndiset kokoshi një thel. Doni të mësoni të vërtetën më Pse nuk fillojnë këto hetime? Pse nuk fillojnë këto hetime? Cilë të bëjnë hetime? A thash që ishte Edi Rama prokuror, gjykatës, polic, deputet, ministër, kryeministër, president. A thash që ishte Edi Rama. Ore, është ai kriminali kryesor i ekonomisë dhe i situatës në Shqipëri. Është ai që i përzgjon shqiptarët të kinja shtetit. Është ai që mbështetet nga ai Bojaxhiu i ish stacionit trenit të Elbasanit, që del ditë për ditë dhe thotë do të zbarrisë, do të bëjë dhe në fund fare i merr të keqen. Është Edi Rama. Ka mbështetje Edi Rama. Nuk është ashtu si mendoni ju. Nga kush ka mbështetje avokat? Se Amerika se mbështet, BE se mbështet, kush që nga ata që i jap? Këtë si do të ta mbështesin, dalin bëjnë deklarata? Jo, zotëri. E mbështesin atë ku duhet, si thonë gjë. U bën zgjedhje të mira, thonë, kishin ca probleme, po ishin të pranueshme. Kemi 80 vjetë që nuk votojmë në shqiptarë, po emrohen deputet. Dhe shikoni listat e mbyllura, marrëveshje tradhtare, të pa fytyrë, që bëri i pa fytyri Sali Berisha në 21 prill 2008 me Edi Ramën. Pse bëri marrëveshjet? Pse i bën listat e mbyllura? Pse ndryshuan 9 nenet kushtetutës me një të rënd të lapsit? Ta ke heqin. Këta janë banditur, zotëri. Ore, dale se po lodhemi kot. Ore, këta thonë pushteti buron nga gryk e pushës dhe do mbrojt me pushk. Pik, sa i ish kryetari, ish presidenti Shqipërisë, Ramiz Alia, në 90-ën
89-90 ka deklaruar, i keni në internet, janë botuar tëra ta në YouTube. Do ta majmë pushtetin me çdo kusht, pik, me armë, me forcë, me gjitha gjërat. Nuk e dorëzojmë ne pushtetin tonë ata. Dhe praktikisht nuk e dorëzojnë. Çka kërkoni drejtësi ju? Janë disa parti të vogla që kanë dalë në skenë dhe Mos i zënë gojë, mos i zënë, të lutem. Mos i zënë gojë. Pse më avokat, këtë duhet votojmë ne, kush do e bëjë ndryshimin, nëse nuk mbështesin partitë e vogla. Shko mbështeta drejt e klapa, një që tha jam tek pull, tha. Ish juristin e Sorosit. Dakor, shko më mbështete partika, ja te kemi bulevard, rridit për ditë. Mërzën atje, merë parat, paguet. Shagron Shehaj është Arlin Qorri. Ka shumë partit vogla që duhen mbështetur, se ndryshe nuk bëhet ndryshimi sistemi. Ore, te Agron Shehaj unë kam një farë besimi, se në fundit i denonson gjërat si burrat atje në parlament, unë e them që atë gjoje, ta gjojnë dhe sekretaret e tij që njerëz ka atje, sepse kam kërkuar që të bisedoj njëherë me të para ca muajsh, dhe nuk e ngriqi telefonin, dele vajza dhe thot do ta njoftoj unë, thajnë sekretaret që kisha atje dhe kur ta njoftoj dhe tani flasim bashkë, po pak rëndësi ka. Unë e dëgjoj që denoncime në parlament ai bën perfekte. Arlin Qori, po ashtu denoncimet i bën perfekte. Dhe ta votojnë qytetarët. S'kam një kundësim. Këtë po them pra, që t'i mbështesin partitë e vogla në mënyrë që t'i ulet po jo parti, fuqia jo partitë të mëdha. Jo parti si ky që ishte, po këta mund tezet e hallat e dashnoret e çfarë zvon në listë e deputetëve partitë e vogla. Se mos mi përmend tani se lan na. Vën në listat e deputetëve për partitë për parlament emrat e dashnoreve edhe të po lemra tani mos i përmendni më këto se janë një turp.